Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, thumma ma ba'd. Nderuar vëllezër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë të dashur vëllezër duke i shfletuar disa prej me thonë ashtu problemeve ose çështjeve sjelljeve jo të mira të besimtarëve dhe disa sëmundjeve kisha me qut ashtu të zemrës, por jo të zemrës, me cilat disa prej njerëzve janë të prekur prej tyre. I kemi shfletuar disa prej tyre, këto janë para se me ardhur tek pjesa e dytë e kësaj serie. Ajo është se si ti shërojmë dhe ti trajtojmë këto probleme me cilat ballafaqohemi ndoshta në jetën tonë të përditshme. Kam për qëllim besimtarët, ata që janë edhe më fetarë dhe më praktikantë. Pra edhe ata nuk janë të amëstuar për këtyre problemeve, cilat pa dyshim e zbehin, e dobësojnë karakterin e besimtarit. Nga se besimtarit, dashur vëllezër musliman, ka një karakter të veçantë. Është i formuar dhe duhet të jetë i formuar dhe ai duhet të jetoj jetën konform Islamit dhe mësimeve dhe parimeve të fesë. Qysh thoshte Aisha radhiyallahu anha për profetin alayhi salatu wassalam, kana khuluquhu al-Quran, karakteri i tij, sjellja e tij, morali i tij ka qenë Kurani. Andaj edhe ne si besimtar duhet të mundohemi dashur vëllezër që t'i afrohemi sa më shumë karakterit të Kuranit. Dhe gjitha ato sjellje të mira që i ka lavdruar Kurani, ne të mundohemi që t'i praktikojmë. Dhe gjitha ato sjellje jo të mira që i ka qortuar ose i ka ndalu Kurani respektivisht Allahu subhanahu wa taala, të mundohemi që t'i flakëm dhe t'i largojmë ato prej veteve tona. Sot të nderuar vëllezër, është një temë e re, është shumë e gjanë, është shumë e rëndësishme, por me përtheku komplet të temë duhen disa ligjërata. Sikur se edhe tema tjera pa dyshim, por ne këto i përmendim vetëm si kalim si probleme, si sëmundje, ose si të meta tje ignorancë, cilat besimtari pastaj duhet me bë përpjekje me i largu dhe me rregullu. Sepse me një gjysore, 35 minuta një temë të tillë, që është kësot nuk i japet haku absolutisht. Çështja është vëllezër prej problemeve që kanë besimtarët, edhe ata që janë të udhëzuar dhe që prej tyre që pretendojnë thrasin se praktikojnë profetin alayhi salatu wassalam, sunetin e tij, prej tyre problemeve edhe shumë të theksuara në kohën e sotit është e mungesa e etikës së mospajtimit. Kam për qëllim mungesa e edukatës ndaj njërit të tjetrit në çështje që nuk pajtohemi. Pra, ka dashur vëllezër shumë çështje të cilat ndoshta besimtarët, njerëz përgjithësi, po edhe besimtarët nuk pajtohen ose pasojnë mendime të ndryshme. Dhe mungesa e edukatës së duhur, se qysh duhet me sjell ndaj atij që ka një mendim ndryshe, ndoshta edhe ai është në saf me ty, edhe ai po vjen në xhami, edhe ai po folet, edhe ai është musliman. Mirë, po ndoshta një çështje të caktuar e ka marrë një mendim tjetër, ta qysh duhet tim dhe unë me sjell karshi atij besimtarit. Nga se dashur vëllezër besimtar, është keq kuptuar, është keq përdor me dije, pa dije, me vetdije, pa vetdije kjo temë dhe është kriju një farë hendeku i madh ose një problematike e madhe për disa çështje të cilat feja i ka dhënë hapësirë që me pas mendim tjetër dhe me ngel prapë besimtar, me ngel prapë vëllezër musliman dhe me dash njëri tjetrin e me bashkëpunu me një tjetrin e kështu me radhë.
Dhe mungesa e kësaj etike të dashur vëllezër, pastaj ka prodhu probleme të shumta në mes besimtarëve. Ka prodhu probleme të shumta, urrëtie në njëri tjetrit, pa arsye, as nuk e din pse të urrejnë, as pse urrejnë, as pse si flet, mos mi fol njëri tjetrit. Për shkak se ai shkon te filon hoxha që ti ndoshta se ki qef. Akuza ndaj njëri tjetrit pa nevojshme, të paqena, etiketime. Pse ai e ka një mendim tjetër, etiketime, është kështu, është ashtu. Pa dije, pa argument, përçarje, shumë përçarje, fatkeqësisht. Dhe kjo pastaj ka shkuar në mullit kojna. Ka qujnë mullit armikut. Armisht tonë nuk ishin mund ashtu se po flas armisht e besimtarëve, muslimanëve tash, këtë rast të mendit, s'kishin mund çika që lehtë me lehtësi me luftu muslimanët, sikurse besimtarët ishin të pajtuar dhe ishin të lidhur në jetën e mirë, pa ta e kanë kuptuar se muslimanët janë përçarë, janë bërë pikë 5. Edhe nuk është problemo. Andaj po luftohen atje, nuk po shkon prej një vendin vetëm duke përcjell luftra dhe të losht e muslimanëve, dhe fatkeqësisht nuk po ndikojnë. Kjo për në aspektin më të mirë, po edhe në aspektet brenda vendeve, shteteve, është bën një thyrje mes xhamateve, një përçarje, një urrëtie pa nevojshme. Shumicën e rasteve, në mungesë të njohurive ose të etikës, të edukatës së mospajtimit. Pra kur nuk pajtohen, dietarët kanë vendosur disa rregulla që duhet mos ihen. Imam Shafiu rahimahullahu taala thotë njëri prej bashkëkohënikëve të tij, kemi bërë debat të fuqishëm për disa mesele. Kemi bërë debat kur në fund kur në mshel u përfundu me xhlisi tham kopi për dore. Hajde Allahu jam thash vallahu është ke ron ka. Dhe tash më do që kë mos kam fol kur. Tha na prap edhe se nuk pajtohemi në disa çështje dhe kena mendime të ndryshme, kjo nuk na bën që ne mos me qenë vëllezër dhe mos me dash një tjetrin. Pastaj dash vëllezër prej pasojave po ashtu që ka prodhu kjo mungesë është pozicionimi se nëse nuk je me mu, je kundër meje. Është kjo nuk është muslimanëve. Mune mos me kanë me ty, mune mos me pas një mendim si të unë, po zë me thonë që jam, ose që jena kundër njëri tjetrit. Ju të dashur vëllezër besimtar. Po ashtu, prej probleme ose pasojave që ka prodhu kjo mungesa etikës në çështjet të mospajtimit ose të khilafet që i thonë arabisht, është se shpesh herë janë zbrit çështje që kanë kalu prej çështjeve temave caktuar që se pajtuin i kanë bërë çështje personale. Për shembull, filan hoxha e ka thonë ose filan dietar e ka dhënë mendim ndoshta ndryshe me ato që ti e ki. Dhe tash fatkeqësisht njerëz e kanë sulmuar personalitetin e tij dhe jo me kundërshtu mendimin. Dhe kjo është rrezikshme. Prej një kundërshtim në mendim është ka zbrit në kundërshtime personale. Dhe tash luftojnë vetëm personalisht. Jo ky është kështu, jo ky është ashtu, dhe ja hulumtojnë historikun e tij, jetën e tij, madje hinë në çështje private. Spajtohet në mesele të caktuar të fikut, që ka të bëjë tash me këshirë kush është ai që bën ai të shtëpia, dhe mundohen me gjetë të meta tjera për mja zbej ose për me mujt në ashtë në atë çështjes në atë mesele që nuk pajtohet. Dhe kjo është po ashtu dashur vëllezër, është po ashtu rrezikshme. Përçarje, etiketime, fyrje, është ndru domethënë prej një mundësie për me debatu me mënyrë shkencore, kur shikore në, ama këto çështje nuk janë për xhamatin. Për
xhamatin dorën zemër 95%, mos më thonë 99% të xhamatit në kohën bashkë të sotit duhet me ndëgju hoxhën. S'ka kompetenca e me marrë guximin dhe me hitash, nështë dikush ka, ata janë pak, po shumica jo, me marrë guximin dhe me gjykue, me paragjykue, me analizue në çështje që dietarë eminent të mëdhej kanë ndoshta mendime të ndryshme. Dhe pastaj krijohen akuza, pastaj pasoja përdorimi i fjalëve që si kanë hije muslimanit. Për shembull, me hinë në rrjetet sociale, që ato po del, po duket kush çka është, jo çka është, po çfarë etike ka. Po flas edhe për muslimanë, fatkeqësisht, edhe kundër ndoshta, për shembull, nëse dojnë me kundërshtu ndonjë pabesimtar. Në janë me këtë Allahut, i cili e shoh Islamin. Ti nuk u zën me kundërshtu me gjuhën e tij dhe me nivelin e tij. Jo Allah. Ne kena gjuhën tonë, ne kena argumentet tona. E dini rastin e profetit alayhis salatu wassalam, i cili ishte së bashku me Aishën dhe kaluan disa hebrej në Medinë, e të cilët e përshëndeten me një shprehje të gjymtuar, po nuk e thanë selamin që duhet, e cila pastaj ja ndroi edhe kuptimin. Ja ndroi edhe kuptimin. Assalamu alaikum. I bjen kinse selam, po jo kjo nuk është selam, kjo ishte në arabisht vdekja që mbi juve. Profeti i të shumë mirë. Që ja kthej profeti selam, wa alaikum, edhe mbi juve. Kurse Aisha reagoi. Tha mbi juve qoftë mallkimi i Allahut e kështu. Tha Aisha ka dalë Aisha, mehlen, qetë. Tha nuk për ndëgjën e Rasulullah. Këta po fyën, po të shojnë, anive që tha? Tha anive fort mirë. Dhe kuptova fort mirë. Ja u ktheja wa alaikum edhe mbi juve, që kaq? Por ata mund me të fyën, me thonë Islami jo jeni terrorista, jeni kështu mirë, po ti përmend argumentet tua nëse don. Shumë herë nështë edhe heq mos mja këty është më mirë, mos më kap me ta është më mirë, që do qoftë, po du më thonë ka njëherë edhe gjuha denigruese që si ka hije muslimanit, po përdoret në çështje kur ka ndonjë mospajtim. Rrogën për shembull për çështje që ka dy mendime, di thot kështu, dikush thot kështu, rrogën me zveti. Edhe përdoren terma fyese kështu, jo jeni kështu, armiq të Allahut, armiq xhami, armiq ku po diuni, ka dalë besë nuk është ashtu. Pasojat dashurëzër janë jashtëzakonisht mëdha të mungesës së njohurive, por edhe të edukatës pastaj, edhe të njohurive që është një prej dietarëve bashkëkohor. Allahu e shliroft ja Rabbul Alamin. Selman al-Aude e ka një libër shumë të mirë, Kejfe Nakhtelif. Qysh mos më pajtu, subhanallah. Zakonisht bën libra qysh më pajtu, po këtë qysh më pra, kur s'pajtohemi qysh më sill. Edhe kjo është në rëndësi. Kur kena ndaj çështjet mos s'pajtohemi, qysh më sill me të tjerën. A do të thonë që na bëhemi automatikisht armiq në tjetrin? Dhe duhet me luftu një tjetrin, dhe duhet me rrejt një tjetrin. Për shembull, do të përmend një shembull që më ka ndodhur para disa vite. Jo, s'kam qenë një moment herë, kam qenë ende student dhe shkova mi fol taravit me një xhami. Edhe dikush prej xhamatit prej të moshuarve për disa djemë që dolen më herët mas të dreqatëve, cilët la një herë të madhe, dhe po la një herë të madhe, s'ka të shim. Nuk është njëjtë si për ai që i folet më gjatë, si për ai që i folet më shkurt. Po me gjithë ato, po dalin për lajnë, çka me botash? Na kena, duhet me spjegu që është më mirë, hadith që kam besëm kush falet deri në fund me imamin i shkuat komplet namazin natës. Këta si janë me neve, këta është ka dalë, asë nuk është me neve si janë që ata që s'po vinë në xhami, këta që në xhami, elhamdulillah.
Këta janë me neve, dhe nësah me neve, po tash do të edhe pak me mësu me mujtë, që me rregullu që të pjesën ndërsa çka ju ka i, ndonjë formal çka ju ke kështu më radhë. Andaj tema është e interesantshme dashur vëllezër besimtarë dhe ka shumë për të folë, mirë po mundohem që disa pika me cek, pas që përmendë se disa prej pasojave të në mungesë të edukatës, etikës, se ç'është duhet mu sjell edhe kur nuk pajtohemi me dikon, po flas në çështje të fesë konkretisht. Sepse këtu ka ndodhur edhe përçarja e madhe fatkeqësisht, edhe pse edhe ashtu jena dopt, jena pak, jena të lek, edhe shta që jena çka përdert me zveti. Ma shumë intriga e kurthe me zveti se sa me ata që përluftojnë Islamin. Ka njëherë, ma shumë i bojnë dëm, musliman njëri tjetrit, se sa të tjere ndështa, që i bojnë dëm musliman, fatkeqësisht. Kjo, na kemi shumë tema që i trajtojmë, dhe të rëndësishme pa të shemë mirë, po kjo është jashtëzakonisht e madhe, sepse nëse trajtojmë mirë dhe kuptojmë mirë, ndryshe kish me qenë edhe sjellja mes xhamateve, mes komunitetit, tjetër dashni kish me pas, ndryshe ish me këqyrë në tjetrin. Dikush e ka që ta ma shumë, e praktikon që të sunet, dikush e praktikon që tjetër. E kini sunet që të tjetër, e ka ndashta tjetër në sunet, e kështë të më rallë. Që dhe të që o të shëllëzër, është një temë shumë e rëndësishme. Prej, gjana që kësha pas dëshirë me disa kuptime ndoshta, ose pika të rëndësishme në lidhje me llojshmërinë dhe mos pajtimin dhe diversitetin nëse mund me qujtë, sepse kur ti kuptojmë që të shëllëzër, kuptojmë që çështja nuk është bashkë, nuk është këtë bardhë dhe ze. E parë dhe shëllëzër besimtar, nëse meditojmë në krijesat Allahut Azza wa Jall, kemi me vrejtë se në gjitha krijesat ka ndryshime, ka dallime, ishtë bardh, i zi, i kuq, i gjatë, i shkurt, zonin kështu, zonin ashtu, menon ndryshe, ky menon ndryshe. Edhe krijesa tjera, jo veç tek njeriu. Madje kjo llojshmëri të ndëruar vëllezër besimtar është prej argumenteve të ekzistimit të Allahut subhanahu wa taala. Kështu ka thënë Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Çka thot Allah subhanahu wa taala? Thot: "Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika subhanallahu ayatin lil alamin." Prej argumentet Allahut është krijimi i qiellit dhe tokës dhe ndryshimi i gjuhëve dhe lëkurave të ngjyrave tuaja. Subhanallah. Njerëz të gjithë jemi në gjuhë, qindra gjuhë flasim, mira gjuhë ndoshta. Kjo është argument. Ai po flet ndryshe, ti po flet ndryshe. Këta musafir që kenë, s'na kuptojshin. Arabisht, na shqip, e kështu më radhë. U alwanikum dhe ngjyra po ashtu. Kjo është argument nga që ekziston Allahu subhanahu wa taala. Pas Zoti për argumenteve të tilla, për argumenteve të tij është edhe vetë ka dashur me pas lloj-llojshmëri, ndryshim në krijesat e tij. Kjo është e para. Dyta të nderuar vëllezër besimtar, ikhtilafi ose mos pajtimi është natyrshmëri e jetës. S'ka mundësi, nuk ka mundësi. S'ka mundësi këtë me në njëjtë. As këtë me botë të gjitha njëjtë, s'ka mundësi. Kjo është pjesë njerëzore e jetës. Morë edhe në zonë sa trajnerë, lejtarë të njëjtën shkollë dhe kryen, njëjtën krejtë, mi për prapë nuk dalin barabartë. Prapë ka me pasë dallime. Dhe kjo është, subhanallah, Allahu Azza wa Jall ka dashur kështu. Madje ka potencu Allah vetë në Kur'an dashur vëllezër. Ka thënë Allah subhanahu wa taala: "Walau sha'a rabbuka
لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Subhanallah, me pa dashur Allahu i kishte bërë krejt njëjtë. Allahu për me pa dashur Zoti i kishte bërë të gjithë besimtar. S'kishim pas mundësi me refuzu. Qysh nuk kena mundësi me refuzu disa gjona? Plot gjona s'na ka vetë. Mirë po thot kanë me ngel dhe nuk kanë me pajtu më zite. Por kështu ka me shku deri në kiamet. Mos pajtimi mes njerëzve ka me qenë deri në kiamet. S'ka mundësi më bo bashkë. Asë musliman, për shambull, në të çështje, që ka thonë djetarët që djetarët e hershëm të mëdhëbeve i kanë dhënë disa mendime, nuk ka mundësi na sot tash mas 15 shekujve parafërsisht, hajde pe hikum të gjitha, s'ka mundësi. Do të më bo përpjekje, më afru mendimet sa më tepër, mirë po kanë me ngel disa çështje që ka më shumë se një mendim dhe ato ka urtësi. Pra është pjesë e natyrshmërisë se jetës njerëzore. Allahu ka dashur ashtu. Po të Allahun me pa dashur Allahu, wala sha'a rabbuka. Me pa dashur Zoti i kishte bërë veç një ummet. Kërejt musliman, s'shin pas qohre pa besu, e i kalon të lirë. Kush don, ka let beson, kush don, let mohon. Rregullina. Por pastaj ka sigurisht se ka përgjithësi. Haku të shëllëzë dhe kjo është me nënësi, munden me pas ma shumë se një mendim për një çështje, për haku është një. Haku është një. Por ka njëherë njerëz të japin mendimet ndryshme në bazë të argumenteve që i kanë në bazë të rrethonave të caktuara. Por haku të Allahu Azza wa Jall është sigurisht një. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, kur mujtahidi është ai që dietari thellë. Kur mujtahidi dietari thellë bën ijtihad për një çështje, e jap një mendim të caktuar për një meselë. Kjo nuk i rrog muslimant, e thjesht. Je mujtahid ai që ka dije, i ka autoritet, kompetenca me fol ose me dhon fatva ose me nxjerr një mendim. Kur personi i tillë që është i përgatitur e një gjuhën arabe, një fikun, një usulin, një tefsirin, një hadithin, një hadithi vërtet, hadithi dob, hadithi hasan e kështu me radhë, një këto shkenca, e një gjuhën arabe mirë. Kur që ky person për një çështje të caktuar mundohet me dhon dispozitën, hukmin, fatvan. Thot, nëse ja qëllon i ka dy shpërblime. Që ja ka qëllu, edhe që është mundu. Ka po përpjekje. Shpërblehet dy fysh. Por nëse është mundu, mujtahidi prap, por si ja ka qëllu, a e ka vetëm një shpërblim. Cili është shpërblimi? Shpërblimi mund dhe përpjekjes. Pra të regon se haku është një, s'ka mund që dytë me ja qëllu. Ato njën ja qëllon. Po të dytë shpërblehen, sepse të dytë janë mundu me ja qëllu, dhe kam pas njetin e mirë dhe mundu për mirë, por njoni e ka mirë, tjetëri se ka mirë, por edhe e shpërblet. Kështu është Allah subhanahu wa ta'ala. Pra haku është një të ndëruar besimtar, me gjithat, besimtarët kur mundohen dhe bojnë përpjekje, në bazë të argumenteve, edhe nëse nuk e ka qëllu, prap shpërblet për mundin e ti. Subhanallahu Azza, jo vetëm njerëz të besimtarët, por edhe më thellë ka ndodhë mos pajtimi ose ndryshimi edhe tek pejgamberët. Kemi disa raste kur profeti alayhi salatu wasalam, për shembull për hax, ka thonë, sikur të më vjen mundësia dhe njerë me bo haxhin, ose të kisha pas mundësi me kthy edhe njerë, kër e ka bo haxhin Kiram. Ka thonë, sikur të kisha pas mundësi edhe njerë me janis për hyllimit haxhit, kisha me bo haxhin të me të. Pastaj ka thonë, ndodhë që
për një çështje betohem në diçka, kam e bërë kështu. Por ndërkohë e shoh që diçka tjetër është më e mirë se kjo që e kam bë, që jam betu. Atëherë e shpaguj betimin dhe bëj ato që kam menduar që kjo kam e kon më e mirë. Sallallahu alaihi wasallam. Po edhe në mesin e sahabëve tash të zot. Edhe në mesin e sahabëve ka pas mos pajtime ose mendime të ndryshme. Për shembujve, mas betejës së Bedrit, profeti alayhis salam i pyeti shokët e tij me robët, ata që nxanin luftë robët, çka më bë me ta? Ebu Bekri çfarë mendimi kishte? Ja Rasulullah kisha thonë, mja fal. Janë populli vet, për Mekë, me kas kureshit mos me ekzekutu. Dikush pendohet, dikush është inshallah dën e bëhet musliman e kështu me radhë. Ju morën diçka e kompenzojmë kështu me radhë. Ebu Bekri njëri i dytë, mas profetit sallallahu. Tash njëri Umeri, tjetër mendim krejt. Te Rasulullah, këta të kanë zirë për Mekës, të kanë për zonë, të kanë marrë pasurinë, kështu, të kanë i robët të joftu prapë në Bedër. Çka pret për i tyne? Unë ta kisha menduar që këta janë me ekzekutu. Mendim krejt kundër me Abu Bekrin. A ka bëu që ata më rritën ose me thonë që tash kjo është tjetër, unë jam tjetër. Jo, vëllazë tash. Kanë menduar ndryshe. Ka vazhdu dashnia që e kam pas me zveti. Ase kanë akuzuar që është e the kështu. Ka dhe plot të raste të tjera në historinë e profetit alayhi salatu wasalam. Për shembull, në luftën e Banu Qurayzës, Banu Qurayza është një fes për fisëve të hebrejve që kanë jetuar në Medinë, kanë jetuar në periferi të Medinës. Tash është lagje e Medinës. Profeti sallallahu kur ka nisë ushtrin, e nisë shokët e tij për në Banu Qurayza, ju ka thonë mos me fali këndin as kush deri sa të mrinë e Banu Qurayza. Tash rrugës hini i këndia. Tash janë ndonë dy grupe. Disa kanë thonë, profeti sallallahu tha mos më fal, deri mrinë atje. Tjerët thanë, do të më falë se hini koha, e namaz do të më falë në fillim në kohës. Kurse profeti kur ka thonë mos e falni deri në mënyrë ka pasur qëllim që me shku sa më shpejt, mos më vanu rrugës. Dhe disa e kanë falë subhanallahu, disa e kanë falë si ka hi koha, disa tjerë ndonë dy grupe, disa tjerë e kanë falë sipas fjalës pejgamberit sa ku ka thonë, e kanë falë ku kanë shkuar atje. Kur ka mri pejgamberi sallallahu të dy partë kanë folë me kohë. Se kanë nxjerr prej kohës. Mirë po ata e kanë folë në gjysorën është më vonë, ata kanë folë si ka hi koha. Por janë ndonë dy grupe. Në kuptimin e hadithit pejgamberit sallallahu. Te e kanë marrë çit fjalë, tjetër kanë marrë ka thonë namazin më i mirë është ose vepra më mirë është namazin në kohën e vet, se ti në kohën. Kur ka arrit për këtë sallallahu dhe mbo bash, ka thonë nuk e ka shërtu as ata që e kanë fal, as ata që nuk e kanë fal. Si ka shërtu as ata që e falën rrugë, as ata që e kanë fal atje. Sepse çështja ka qenë ka pas mundësi më kuptue prej të dy pro kanë do të ashtu mos pajtime, mirë po kjo nuk ka mbjella armiqësi mes tyre. Madje edhe mes dietarëve. Imam Shafiu rahimahullahu taala kanë ndodhur shumë që i kanë ndruar jo në mendim me dy mendime, po e kanë ndruar këtë me dhëbin. Ka qenë në Irak ku ka jetuar një herë, ka pas mendime për shembull, çështje caktuara, një kështu. Kur ka shku në Egjipt pastaj me jetu, plot, andaj e gjone për libra në mëdhebin e mëqëm dhe mëdhebin e ri. Imam Shafiu ka thonë kështu në mëdhebin e mëqëm, kështu ka thonë mëdhebin e ri. Pra, kur ka onë në Egjipt,
ka po djetar tjerë, ka po kultur tjetër, ka po, vallaj ka thonë, kjo mesele, ka qështu, i ka ndryshu në disa mendime ti, dhe në rregull jena. Sa dikush për shembull në hoxha ndryshon në qendrim. Jo nga epshi ose nga interesi, por nga bindjet, ka pasi mendim për një çështje, mendim të caktuar. Pas disa viteve, me donë realiteti, leximi, ballafaqimi me ndoshta e ndryshon fatvan. Jo nga epshi, por nga dia prap jam mërmena që kjo është qështu. Unë e kom thonë qështu, po sa do thonë qështu? Jo, ti e ndryshoj fejnë. Po se ka ndryshu fejnë, o mloj doshën. Edhe atëherë ka folë me fejnë, sa e ka ditë, edhe tash më flet me fejnë, tash qysh për dirë. Pra doshën nëse kjo nuk kryon, ka ndodhë mos fajtimi edhe në kohët e sahabe, edhe të dietarëve, madje subhanallah, Imam Ahmedi rahimahullahu ta'ala është interesant, është prej dietarëve, që i thonë edhe Imam Ahlus Sunne wal Jamaa, Imam Ahlus Sunne dhe Xhamatin, edhe për shkak dijes që ka pas, edhe për shkak parimeve që i ka mbajt, edhe për shkak sprovave që i ka pas dhe ka qëndruar në parime. Imam Ahmedin ka qenë një fitnë një sprovë kohën e tij, dhe për shkak të qëndrimit që kjo e ka pas, dhe se ka ndryshu ashtu që ka kërku dhe helësia asoj kohë, se o ka parafsh, ka hinë burg. Dhe është maltretueshëm në burg. është maltretueshëm, orrejshëm. Sa që ta është lëzër besimtar, masi ka dalë për i burgut, ja ka njek mishin e kalë që ka kolë të rrejt, presht kalë, ja ka njek capat se pa ju ka hjek, qatë shumë që ka bo të rrejt, si do qoftë. Thot, tash ajo dheci, kur ka dalë për i burgut, kur ka vdeku dheci, se so ka në ajës ka pos shansa me dalë. Kur ka vdek, në atësimi, e ka në shutën e. Dhe kur po mjekohet është, pas ka dalë për i burgut, se më burë s'ka pos rënë, as me i shëru plagët, as... Kur ka dalë për i burgut, edhe pja hikun e ta mishin, dhe thoi djetarët ka, për i dhemë, kur pja hikun e copën e kaltë mishit, o zëtë më shirej e më atësimin, la. Ka në më shiru, që ato që ja ka prish mishin dhe jakë. Po du më thonë, mendimi i udhëhecit në kundërshtim me mendimin e imamit shumë, dhe jo vetëm kundërshtim, po dhe zullum i boni shumë, me që thatë, nuk e nëzirri prej doas me po për të, o zëtë më shireje. Sa të vesh një me pas me ndryshu, diçka, jo me më shiru. Allah e malë koftë, Allah kështu ka dalë, Allah mos e mund është. Mundet me konë gabimtar, mundet me konë gjëna qarë. Po për deri sa nuk e nxjerr prej fesë, nuk i drejt me mallku. Thuj Allah e dëzoft, Allah e drejtoft, Allah e afalt, e kështë më radhë. Më do këtë kemi kalu kohën e duhur, edhe pse kam në disa pika shumë të rëndësishme, por nështë apelojna për javën e ardhshme. Çështjet cilat ndihmojnë për me shtu dashnin me Zoti, mes atyre, ose edhe kur kemi mos pajtime. Çka ndikon që edhe nëse spajtohem, me kanë vllazni, mu dashme në tjetërin. Subhanallah. Që disa besimtar, nëse nuk pajtojmë dhe kanë ma mirë me pona, ashta ne që se të huj i fletë. Me pona i besimtar që s'pajtojtë me të ja këta shpinën. Wallahi ka bëjmë ashtë. Flasë nga realiteti dhe shëllëzër. Nga realiteti i hidhur. Andaj kemi dy kontra 50 minuta si kohë të zakonshme. Këtë pika e rodhës është pak me gjatë, shtë që do të plotësojmë inshallah ta'ala i javën e ardhshme. Allahu ju nderoft,
ti është për bleft, Allah në bashkoft e zemrat, që e ka bashku trupat, në bashkoft shpirtat e Rabbul Alamin, e na falt për gabimet e për mendimet e këqija që mund të kemë dhe një tjetrit pa nevojë, edhe nëse gjithë jemi gabimtar, nuk ka njëri pa gabime. Kështu ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, veçanti në kohën e dashur të zër. Formimi është i cekt, dia është e cekt, na peshohëm nuk ka interesim me mësu, s'ka interesim. Tani, çka preti prej një besimtari që s'është në gjendje hutbën e xhumos me ngu, dhe lyp me kilometra ku është hutba më e shkurt. Çka preti prej ti për shembull, qysh mund taj me ta praktikue ose mos ill nesër pra mungon dia, ka shumë ignorancë fatkeqësisht, ka shumë mosdije dhe kjo pastaj prodhon edhe edukatën jo të mirë, pra nuk ka formim të duhur. Zoti ju nderoj. Asalamu alaykum wa rahmatullah.